Qytetarët vazhdojnë të ankohen se regjistruesit në terren nuk po e zbatojnë ligjen në praktik. Familja 23 antarësh e Tusha nga Çajiri i Shkupit ankohet se regjistruesit nuk kanë regjistruar të gjithë antarët e familjes. Nga 23 antar kanë regjistruar vetëm 4, u shpreh Sami Tusha. Arsyetimi për mos regjistrimin e 19 antarëve tjerë të familjes, sipas tij, është se dokumentet që posedojnë ata, certifikatat dhe letërnjoftimet i kanë të vjetra dhe disa me afat të skaduar. A duhet vallë çdo 6 muaj me nxjerr certifikatat reja të lindjes? Letërnjoftimit e vjetra. Letërnjoftimit, çka është? Ju e keni letërnjoftimin e vjetër me afat? Me afat është caktuar. E ka afat. Edhe këtë letërnjoftim nuk e ka. Nuk e pranon. Unë nuk e di se çish mundet me kon statistika ose regjistrimi i kësaj. Çfarë? A duhet të jetë tren punëtori që shkon në punë, duhet të rrit këtu me pritën e regjistruesit, me lën punën? Tusha tha se regjistruesit nuk kanë dashur të regjistrojnë edhe antarët e familjes së tij, të cilët përkohësisht nuk ndodhen në shtëpi, edhe pse regjistruesit janë të obliguar me ligj të bëjnë një gjë të tillë. Shembull, që këto persona nuk janë këtu. Dhe këto numrat e omzës janë këtu, nuk i pranon. Kjo është problemi që unë nuk e di, nuk muj ta kuptoj psikologjinë ose logjikën e regjistrimit. Unë personalisht nuk muj ta kuptoj. Shembull, ti asnjë këto mos më regjistrua, kjo është absurd. Si mund të? Por mua ti regjistrim nuk është në rregull. Por mendim të imin. Derisa shembull ti nuk ti regjistron 10-15 antar të familjes, 20 antar nuk ti regjistron, nuk është në rregull. Kjo është problem. Se shkon sipas tjefit dikujt. Por nënkryetari i Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë Bujar Osmani tashmë disa herë ishte i prerë se për antarët që nuk ndodhen momentalisht në shtëpi, valide është deklarata e familjarëve dhe regjistruesit e kanë për obligim t'i regjistrojnë. Ligji është i qartë në këtë drejtim, do të regjistrohen të gjithë mërgjimtarët për të cilën familjarët do të deklarojnë se janë larguar nga vendi herën e fundit në 12 muajt e fundit para fillimit regjistrimit dhe mbas ligjit ato është detyrueshme që regjistruesit ti regjistrojnë atë. Fillimisht në fazën e parë nuk është detyra e regjistruesve që të verifikojnë se kur qytetarët kanë dalë nga vendi i tyre, mjafton valide është deklarata e familjarëve të atyre që japin dhënat për ata njerëz të cilët nuk janë këtu dhe regjistruesit duhet t'i regjistrojnë ata njerëz. Një gjë të tillë sipas Osmanit e garanton ligji për regjistrim, respektivisht neni 40 alineja 3 e ligjit, që përcakton se në rast se qytetari nuk është prezent fizikisht, atëherë një antar i familjes, madje jo dhe i familjes së ngushtë, nëse i ka dokumentacionet për personin i cili nuk është prezent, mund të bën regjistrimin për atë.